Atë thash, mos lëviz atë. Po iki. Tu të rije si e ngrirë. Agelu u lo dhe po bëj një pushim të vogël me maltizër. Ndodhe? Po presim tani këtu Agelon. Unë me Agelon po presim Donin dhe Elin se janë futur të blejnë disa gjëra që të kemi me vete gjatë rrugës. Dhe plasa, unë jam vesh pak më shumë se që duhet për këtu. Dhe më thot Agelo, shpejt, do shikosh dhe më thot mua kur të na iki avioni. Do shikosh ti kur shikosh se çfarë kam bler unë këtu brenda që u vonova. Çfarë prom ke ble? Sa gret ka këtu? Plot kishte brenda, sa kishte brenda. Çam ke blesh e vogël e madhe, a hahet, nuk hahet. I thash unë, e madhe nuk është, e vogël nuk është. Ha mo Eli. Sa të më ke ble, unë përse më ke ble në i gjë. Ha more, a të pëlqen kjo ty? A të pëlqen kjo? A i ka ato të rëmbullakët atje, apo s'ka? Kurse tjetra ha që pikë më gjedit, ha sushi. E kam pa të marrën keqa. Kjo që nga super dhe kanë bitur vetëm këtë topat e këtu poshtë, por janë shumë të mira dhe në shije, se kam provuar njërë në Tajland nga Agelo. Agelo për e pare e ke provuar atje, mo Agelo rove në jo, a më nëndë ku e ke provu? Në Turqi, në Stamboll. Më nëndë? Kjo që nga shumë e mirë. Ajo që kipi në Tajland ka qenë skandal, kjo që nga shumë e mirë. Do provosh? Jo, nuk pëlqej, do provosh. Do është sushi, Agele? është me pull. Do është të pëlqen? Ta provojmë herë. Jo? E mirë. Dhe i provojmë, mira janë. Morëm këto patatet e famshme, se këta vdesin për patate, me sa duket. Hajde herë. Mira, Atëherë tani jemi duke pritur që të futemi tek avioni. Sa është ora do? 2:30. E në ora 2:10 më duket që fillojmë të futemi. Në 3:10 që fillojmë të futemi. Dhe me zbres akoma nuk besoj që të shkojmë në La Plata, akoma s'u besoj që të shkojmë në një vend kaq magjik. Me zbres të hypim në avion dhe të ngrim nga ftohti atje. Nuk jemi të përgatitur, këtë e kemi thënë 100 herë, nuk morëm gjë atje në dyqanet këtu. Kishte pa fund për të bler, por nuk e llogaritëm mirë kohën, të them të drejtën, sepse nuk llogaritëm trafikun që ka ky vend, se ka shumë trafik. Dhe thamë, okay, do shohim nesër për sot, domethënë që të blejmë ndonjë gjë tek Zara ose tek Kush apo pam disa gjëra veçë pas kish në një dyqan tjetër për vende që është si La Plata që është shkon minus 30 temperatura. Por thamë që do shohim dhe sot. Nesër të zgjuam vonë, na zoti pak gjumin, zgjuam vonë dhe nuk arritëm që të shkojmë përsëri tek këto dyqane dhe të shohim se çfarë do blejmë, por duke qenë se dhe Gysi më dërgoi ca video që kishte parë në YouTube nga një youtuber grek që kishte vizituar këtë vend, kishte pafund opsione edhe në La Plata, pra do gjejmë si jemi të vdesim nga ftohti. Kishte qera ditore që mund të merrje veshje atje me qera. Kishte edhe për të bler, gjithsesi diçka do bëjmë. Ndoshta nuk janë as të bukura sa ato te Zara, por të paktën është e sigurt që do jenë më të ngrohta se ato te Zara, sepse te Zara ishin shumë të bukura në pamje, ishin shumë bukura. Si peti, se ndajte jashtë, por në telefon ishin shumë bukura. Por kam frikë se ngelen veç të bukura dhe nuk janë aq të ngrohta sa për të përballuar temperaturat e La Platës. Nesër kemi për të bërë ekskursionin e parë dhe është shumë i veçantë, kështu që ne zpresim.
Insérez l'extrémité en tirant sur l'extrémité. Pour ouvrir une... Airport in Finland Erdhën valixhet, arritëm dhe ne. Të ftohta. Mos sikur të vëmë ato. Ç'të vë? Sikur të vëmë ato me dora shkallë. A ti vendosim që tani? Po, po vëmë. A vlut me uftos si bën. Do futemi direkt në makinë me Eli. Shikoni sa bukur që duket. Aeroport si ky, nuk është se kemi rastis ndonjëherë të shohim. Ha më don. Çfarë? Hajde se mezi prek. Sa po morëm dhe makinën me qera, po presim tani të dalim. I morëm çeka? Ka për Romin ti këtu? Nuk e di deri tani s'më kap. Dhe jashtë duket super bukur. Morëm çesa po që presim. Hajde për ikim se kemi zënë. Shikoni sa prallë, sa bukur. Ja, ke këtu të gjetim. Ua, sa bukur është. Nëse, nuk është ai ftohti që prisnim, me? A do marrë në një çantë? Po, më don, po, ma jep, hajde. Ka dhe autobus që të çon direkt në qendër. Ne kemi marrë makinë me qera, që do shkojmë të gjejmë makinën tani. Akoma nuk besohet se ku jemi, akoma s'besohet. Se sot është qetësuar koha sot. Jo ka re, sot nuk e shohim dot atë aurën. Dhe i në para më thenja. I kanë si targat greke, po. Mund ka shumë bashkëpunë. Është i ftohtë. Unë s'kam fare ftohtë. Të keqen e veshjeve të saudesës që kam veshur. Po do me saudesa jam vesh, po nga fond do kam ftohtë. Ja, se do veshim çizmet pastaj. O, ftyra ime ka ngrit tani, e? Veç në ftyrë kam ftohtë. Don ke ftohtë? Tash jam të vrrione. Kur ke ftohtë, në ftyra? Edhe në trup. Në trup s'kam fare ftohtë. Që si e ti vesh, e që si jam unë vesh. Të ishe vesh, mam. Nëse përthen këtë. Mos është andej. Në fund fare kemi fix. O zoti madh, duket si në pralla, nuk besoj që kjo gjesh e vërtet. Shipe, më të gjitha të bardha. Qista e pastër është bora. Ke ftohtë Eli? E se e gjetë makinën? Do më thënë, nuk më besohet, është natë, e rësirë, këtu s'ka asë edhe një dritë, edhe vetëm drita që jep kjo e bardha e borës. Prall! E nuk po ndes do të makinën, doni. Ka ngrit dera. Te mo të që... Nuk diset makina. Po të futet mo djali, se ngrivi jashtë, gjyna. Futo me mam. Hajde këti nga unë. Po më tha, jemi krejt afër të një këtëne. 5 minuta me kemë, më tha, Dina nga në shopping center, apo? Qefi jotë. Ka dhe më, duhet këtë gjërat. Po t'i pëso këtheve këtu, më dhënë? Ja, puni tani, sa erdhëm në hotel. Leri njëri ashtë të gjërë. Po do të qako. Ja dhoma, të bëjmë një room tour të shpejt dhe shikoni pak sa bukur duket bora jashtë. Shkojmë të shohim edhe dhomën, ja këtu unë, pas kemi pasqyrë të madhe. Shumë e bukur. Kemi të fata tina këtu, kemi në të tërë. Shkojmë pak edhe. Qa ke more? Qa keni more? Mama, më nëra me hap këtë Mirë derën, që ma. juaj. Do e ndrojmë? Mama, më nëra me hap këtë derën, ma. Po, vjen andej. Ja?
Njësoj janë dhomat, thjesht kjo ka më shumë dritë bukur. Ne do rim këtu tani. Po pse? Ne tani. Ja të shofim pak e... Mos më najt me Elina. Pse me mam? Do të rrish me babin. Këtu është banja. Ikse du më tolega. Më kujton shumë Suedin. Banja Po këtu. në Suedi je afër. Po ikim përsëri tani tek fshati i Babagjyshit. Të vi. Veshëm dhe këpucë të borës. Dhe këtu që tallesh Agilo dhe Eli që më reva në Malëzi. Që të dalloni ftohtin. Akull dhe brenda xhami. Të rëzojni tani dhe të na nxirrin nga undët. Pse? A do që të zej komplet vend. Po sot është mrekulli, shikoni sa bukur duket çdo gjë. Është mrekulli çdo gjë. Wow, sa bukur. Normal. Këtu tani është si hotel, restorant, super bukur, fix të shtëpia Babagjyshit, ishte ndullë kuzhina për të ngrënë, për që nga shumë lezetshëm. Hunda ime është bërë si domate kuqe nga ftoti, njerëz është shumë ftohtë, kaq po e them, është shumë ftohtë, por është si prallë, nuk më besoj që po përjetojmë këtë gjë, vërtet nuk më besoj. Eli njerëz s'men në këtë vend, si dhe Eli? Ja, a the që është vendin më i bukur që ke pa deri tani? Po, thash. Edhe vendi më i ftohtë. Ti që ke shumë për jashtë atërish. Ti që ke pa pak më shumë se këta dy vende. Jo, është shumë i bukur. Shumë më pra.
Hajde, një futoni. Ha, si ju duk donit vendi? Super i bukur. Ha, mo don, si tu duk? Super i bukur. Tani e beson që është ftot. Unë vdiqa nga duart njërë, vdiqa, si ndajmi në duart. Ne si jemi mësuar me këtë ftot me vajzë, këta se kam për shtëpi. Por ja super vlen, e? Super. Ja vlen ftoti për zotin, është vend që... Shqeri. Ku more? A, more? Shatull talë, maj. Shatull talë. Nuk me i kjerë më dëmë atje, se më duket të ka. Është hapur, je sigurt. Brodhëm sa brodhëm, zgjejmë restorant hapur dhe do përfundojmë te Burger King. Vetëm saudeze. Saudeza. Bravo. Tani e vlerëson saudezën, që ke ftot. Normal. Makinën të hotelit dhe vinim në tonë. Po, dhe mundëm. Po, pra fikse hoteli jemi. Të bro makine, ajo. E imja, ku është? Ja, ku është e imja. Eli, sa s'ka kjo imja? E dini që mund të shikojmë qiellin jeshil? Sa të mbarojmë të ikim? E di, s'do flem fare, sa do shkojmë direkt atje ku kemi prenotuar për ekskursionin.